Sot u lëshua solemnisht në përdorim reparti internistik i Spitalit të Gostivarit, një pjesë të cilit i është nështruar rikonstruimit të plotë të tij, që nënkupton se pacientët që do të drejtohen për ndihmë mjekësore do të trajtohen në kushte bashkëkohore. Ceremonisë paruruesi i ushtua edhe një sukses i shënuar brenda kësaj kohe. Krahas 2 sallave të operacionit sa ka pasur deri më tani, sot u lëshua në përdorim edhe e treta, e pajisur me të gjitha elementet e nevojshme, e që nënkupton reduktim të pritjeve të gjata për pacientët, si dhe shërbime më cilësore për ta. Këto dhe njësër projekte tjera të realizuara me sukses u bën shkak që në Spitalin e Gostivarit të qëndroj sot edhe Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, i cili theksoi se ky institucion shëndetësor është bërë lider në nivel të vendit për sa ju përket projekteve të realizuara dhe krijimit të kushteve për pacientët dhe personelin shëndetësor. Promovime të disa reparteve të renovuara, poshtë në sallën kirurgjike plus një tavolin kirurgjike me gjitha pajisjet plus që duhet. Praktikisht prej 2 sallave kirurgjike tash i kemi drejtori, realitet i ka bërë 3 salla që mundson që pacientët që presin sa më shkurt apo t'i kryejnë sa më shpejt problemet që i kanë dhe kërkojnë trajtim prej mjekëve, kolegëve këtu, dhe një pjesë e repartit internistik komplet e renovuar. Gjithashtu mora informata për drejtorit se punohet intensivisht edhe në repartin oftalmologjik. Shpresoj dhe uroj sa ma shpejt edhe atje t'i përfundojmë gjitha punimet e atëherë edhe atje ta promovojmë atë pjesë. Drejtori i Spitalit të Gostivarit Besnik Zeqeri tha se brenda kohës janë realizuar një sër projektesh që kanë përmirësuar ndjeshëm kushtet për pacientët dhe personelin shëndetësor. Ndërkaq projekti i radhës saj është rikonstruimi i tërësishëm i ginekologjisë. Kjo është java e shëndetësisë, domethënë që fillojmë me 7 prill dhe përfundojmë sot. Prandaj edhe kjo hapje, si themi, e investicionit që u bën në Spitalin e Gostivarit për të gjitha që i pam, domethënë për repartin internistik, te salla e operacionit, sallën në të cilën kemi një tavolin të re kirurgjike dhe gjithashtu sateliti, siç i themi ne, apo dritat më të reja LED të cilët janë, dhe gjithashtu ne kemi investuar edhe në gjithë Spitalin e Gostivarit, që nga hirja e re, nga edhe him me ministrin, gjithashtu te pjesa e urgjencës janë bë investime dhe gjithashtu edhe me pajisje të reja të cilët në këto sot nuk kishim kohë që t'i kalojmë të gjitha. Në ndërkohë që kushtet në Spitalin e Gostivarit janë përmirësuar gati se në të gjitha repartet, fokusi i periudhës në vijim mbetet kuadri mjekësor. Në këtë drejtim, drejtori Zeqeri tha se tashmë është hapur konkursi për pranimin e 12 specializantëve të rinj si kardiolog, ginekolog, pediatër, neurolog, gastrolog e të tjerë. Ndërkohë, 30 mjek nga Spitali i Gostivarit po ashtu janë në specializim dhe boshllëqjet e krijuara ndër vite nga pensionimet dhe largimet e mjekëve do të plotësohen në mas të theksuar, vlerëson Zeqeri. Në ndërkohë shtoi ai, 30 të punësuar me kontratë së shpejti do të pajisen edhe me vendime pune. Deri në fund të këtij viti besohet se plotësimi i kuadrit mjekësor do të jetë një mision i kryer me sukses, përfundon Zeqeri.